أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حمدي dhe të gjitha falënderimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala krijuesit të gjithësisë salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri ditën e fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, Allahu xhalla shanu thot në një ajet kuranor: "Wa khafuni in kuntum mu'minin", më keni frikë vetëm mua nëse jeni besimtar. Disa ligjëratat e fundit kemi folur në lidhje me një thonjë të Imam Samarkandiut rahimahullah, ku thot se frika kuptohet nga 7 shenja. Pra ajo cila tregon se besimtari me të vërtetë I ka frikë Allah subhanahu wa ta'ala, janë disa shenja të cilët tregojnë dhe vërtetojnë këtë se robi me të vërtetë I ka frikë Allah xhelle shanu. Pra si do t'i ketë besimtari frikë Allahut në gjuhën, me gjuhën e tij kemi fol një ligjërat, pashtu kemi fol për frika në bark. Pra me barkun e tij, me stomakun e tij, si do t'i ketë frikë Allah subhanahu wa ta'ala. Pastaj në shikimin e tij, e sot inshallah do të mundohem të flasim diçka lidhje me atë se frika me dorë, si është frika me dorë, ti kemi frikë Allah subhanahu wa ta'ala. Sepse njeriu për të qenë I devotshëm takwa, duhet që të kryejë urdhrat e Allahut dhe të largohet nga ndalesat që na ka ndaluar Allah subhanahu wa ta'ala. Pra çdo ndalesë që ka ndaluar Allah të largohet prej saj. Pra ti ketë frikë Allahut me shikim, me ndëgjim, me dorën e tij, me zemër, me trup e kështu me radhë. Frika në dorë është të mos e zgjasësh dorën drejt haramit, por aty ku fitohet miratimi Allah subhanahu wa ta'ala. Pra e cila tregon se robi ka frikë Allah subhanahu wa ta'ala me dorën e tij, me këtë mirësi që ja ka dhënë Allah subhanahu wa ta'ala, pra dorën, atë dorë mos të zgjate në haram, por të mundohet nëpërmjet dorës së tij të fiton dhe të arrin miratimin e Allah subhanahu wa ta'ala. Ajo nga cila do të largohemi me dorët tona, një prej tyre është ta godasësh dikan me padrejtësi, qoftë fëmia, qoftë gruaja, po qoftë në prindet apo qoftë një musliman, goditja me padrejtësi ndaj një muslimanit është e ndaluar, është prej gjunohet të dorës. Dhe kjo është zullum, kjo është padrejtësi, edhe tham nëse fëmijës tani e godet me padrejtësi, kemi thonë se me islam duhet që të kërkosh halallëk për atë goditje apo për atë zullum padrejtësi që ja ke bo. E pejgamberi alayhis salam na ka ndaluar që të godasmi muslimanin me padrejtësi, sidomos në ftyrën e tij. Po ashtu do të kemi kujdes që durët e tona të I ruajmë nga çdo vepër që e ka ndaluar Allah subhanahu wa ta'ala dhe që dietarët e kanë llogaritë si gjuna prej gjunohet të dorës. Për shembull at-tatfifu fil kayli wal wazn, në shitblerje kur të shesim apo edhe kur të blejna, mos të mashtrojna në peshore, si veprojnë disa njerëz kur shet diçka në peshore, mundohet gjithmonë me vjedh pak aty mishterijës, nëse ai ali për shembull 1 kilogram diçka në një pemë apo diçka tjetër, ai mundohet që ai japë 900 gram apo 950 gram. E këta 50 gram për të cilët e merr atë pare, ai e ka haram. Allah xhelle shanu në Kur'an thot wailun lil mutaffifin, mallkimi Allah xhelle shanu qoftë për ato ndaj atyre të cilët mashtrojnë, pra në peshore, të cilët mashtrojnë jo vetëm në peshore, po edhe nëse diçka me copa, libri për shembull thot më jap 10 copa diçka, e shkon jap 9. Dhe kjo është mashtrim dhe këtë Allah xhelle shanu I ka mallkuar këto njerëz. Po ashtu e seriqa, vjedhja e cila bëhet me dorë, Allah xhelle shanu e ka ndaluar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vjedhjen qoftë pak apo qoftë shumë. Dhe për këtë Allah xhelle shanu ka zbrit
dënime në këtë botë edhe në botën e ardhshme për atë i cili vjedh. Po ashtu mashtrimi i cili bëhet me dorë në shitblerje thamë parë në peshore, po ndoshta edhe në sende tjera, siç janë rrobët, siç janë sende tjera në të cilët mund të bëjë mashtrim, e këto Allah xhaleshani ka ndaluar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo llogaritet për gjunat të dorës, apo që merresh dikujt një send me padrejtësi apo me forcë, sepse ki e forcë, ki fuqinë tënde dhe me fuqi ja merr dikujt një send që nuk është e gjotja, dhe kjo llogaritet për gjunat të dorës. El qatlu, mbiqja, të mbitësh dikan me padrejtësi, edhe prej kësaj duhet të ketë kujdes besimtari, ta mban dorën e tij, mos ta mbitë dikan me padrejtësi, ashtu siç po ndodhen sot me të madhe. Çdo ditë dëgjojmë filoni ka mbit filoni, ndoshta filoni ka mbit vllahën e vet, fëmijën e vet, e kështu me radhë. Kjo është prej gjunave të mëdha, prej 7 gjunave të mëdha të cilat i përmend pejgamberi alayhis salam në hadithin e tij. Dhe për këtë pra mbiqja llogarit prej gjunave të dorës. E për mi pas frikë Allah subhanahu wa taala me dorën tonë, pra dorën tonë nuk do ta zgatim atë ku është haram, ku është ndaluar. Po ashtu prej gjunave të dorës llogaritet akhdhu rashwa wa i'tauha. Rishfejti, qoftë me dhon apo me mor, në Islam është ndaluar, dhe kjo llogarit prej gjunave të dorës. Po ashtu prej gjunave të dorës është që e ka ndaluar Allah subhanahu wa taala dhe pejgamberi alayhis salam të digjen kafshët. Për shembull me djeg një kafsh, siç veprojnë disa, apo për me vënë një shenjë asaj kafshës, e merr një hekër në zen, edhe ja vënë një shenjë, kjo është ndaluar sepse e dëmton kafshën, ajo ka shpirt, është krijesë e Allah subhanahu wa taala, apo me mor me djeg një kafsh për hajgare, siç bojnë disa, qoftë ai kafshë e vogël apo e madhe, nëse e djeg është ndaluar. Dhe kjo llogarit prej gjunoheve të dorës. Apo me mor me prejnë një gjymtyr të kafshëve, me të cilin i ban dëm asaj kafshës, edhe kjo është ndaluar dhe llogarit prej gjunoheve të dorës. Po ashtu kullu ma fihi qimar, çdo sen që llogaritet lotari, këto lojrat e fatit që i thonë, të gjitha këto janë të ndaluar, i ka ndaluar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe vetë kjo lojna që përdorin disa këtë fjalën, loja e fatit, fat. Do të thotë atë nuk ka njohuri, nuk ka ti se e di këtë lojë për cilë, di me lujë dhe përfitoj pisaj në diçka duhet më kuj menqër e me ditë me lujë, por është lojë e fatit. E për këtë të lojët e fatit, apo lotaria, apo komori si i thujnë, të gjitha këto janë të ndaluara, sepse bojnë edhe çrregullime në shoqëri, bojnë çrregullime në popull, e vjen deri te vrasja, vjen deri te mbiqja, vjen deri te shkatrimi i familjes, sa njerëz, familja e tij, fëmijët e tij nuk kanë çka me hongër dhe me pi, nuk ja plotson kushtet familjes, dhe shkon i lën parta që në për kazino, në për vende që i ka ndaluar Allah subhanahu wa taala, dhe kjo llogaritet prej gjunoheve të dorës. Pra çdo lojë që është lojë e fatit, sidomos sot më shumë është e përhapur kjo në për kazino apo shejthojnë saj sport ka me lujt, të gjitha këto janë të ndaluara, i ka ndaluar Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe për këtë duhet të kemi kujdes. Po ashtu prej gjunove të dorës është lemsul ajnabiyya amdan bi ghayri hal aw bihi bi shahwa. Nëse dikush e prek një grua të huaj, domethënë direkt në lëkurën e saj, pa ndonjë pengesë, për shembull me pas në tesh mbi tesh me prek, nëse e prek mbi tesh me epsh është ndaluar. Nëse pa epsh nuk është ndaluar, po duhet të kemi kujdes nga kjo, por direkt në lëkurë me prek një grua të huaj është ndaluar dhe llogarit për gjunove të dorës, siç është po e përhapur përshëndetja për dorë tek shumica e njerëzve, të cilët edhe janë musliman,
do sharun për disa harame, po ki haram është i përhapur shumë në mesin e muslimane përshëndetja përdore, e pejgamberi alayhis salam ka thonë inni la usafihun nisa, thot unë nuk i përshëndet përdore gratë. Dhe nuk është e vërtetë ajo thonja, siç thonë disa se po në jetë nuk e kam të keqën, edhe i foli përdore, por nuk kam në jetë keq, nuk kam ndonjë mendim të keq për atë. E kam një jetën e pastër, nuk mendoj dhe nuk besoj se dikush prej neve e ka një jetën më të pastër se një jetë e pejgamberit alayhis salam. Por ai ka thonë inni la usafihun nisa, unë nuk ju foli përdore gravet të huaja. Dhe duhet të kemi kujdes për këtë vepër. Tash jo se është një gjunah i madh, por hi me një familje, me një vend, i përshëndet 10 gra dhe gjunah e po bëhen. Nuk ka gjunah i madh, po gjunah mas gjunah, thotë një poet ka thonë, ruaj prej gjunaheve, qofshin ato të vogla apo të mëdha, thotë sepse kodrat janë të bëme prej dhejot. Pra kokrat e dhejot janë të vogla, por kokër mbi kokër bëhet një kodër. Edhe gjunah i vogël, po gjunah i vogël në ditë i ban 10, 20, 50, 100, e në javë i ban me qindra, në muj me mia, atëherë gjitha këto gjunohe, çfarë domi, çfarë pasojë i bojnë besimtarin. Dhe për këtë, pejgamberi alayhis salam ka thonë inni la usafihun nisa, unë nuk ju foli përdore grave të huaja. E do të kemi kujdes, po filan hoxha pi folke, ai filan hoxha ka me hi vetë në varr. Po filan muftia pi përshëndetke, filan muftia ka me hi vetëm në varr, edhe ti ki me hi vetëm në varr. Do të thotë aty muftiju apo ai hoxha, nëse e ban një vepër e cila kundërshtohet me Kur'anin apo me sunetin e pejgamberit alayhis salam, nuk mirë për bazë vepra tina. Po do të kthehemi te Kur'ani dhe te hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po do të kemi kujdes, por edhe nëse dikush e ban këtë vepër, bile mos ta ban halal, mos ta ban të jush me thonë se s'ka gale, ban se ne kemi tradit, nuk ka kjo punë tradite, por është punë se a lejohet apo nuk lejohet. Pejgamberi alayhis salam e ka ndalu. Dhe nëse është tradit, kjo tradit do të largohet, sepse nuk do të thotë përshëndetja përdore është respekt. Apo mos përshëndetja përdore nuk qenë ka respekt. Respekti është ta respektojsh atë që ki përballë, që t'ja dush të mirën, mos ta futesh në haramat, po as vetën tonë mos e fut në haram. Sepse momentin kur ja zgat dorë një gruas të huaj, dhe i fol përdore, përshëndet përdore, edhe ti hin gjuna, edhe ajo hin gjuna. E çfarë respekti këto? Respekti është ta ulësh shikimin. Nëse ka nevojë me ul shikimin, ta respektojsh, të zgjedhësh fjalës, ta respektojsh me fjalë, ta respektojsh me vepra, e jo me përshëndetje përdore, sepse nuk do të thotë përshëndetja përdore, nuk do të thotë se është respekt. Se sa njerëzit përshëndetën përdore, por si nuk don me ja pa atina. Ama hajde se tash ja rrin me përshëndetje përdore, pe përshëndetje, ama nuk don me pa mesi. E sa ka njerëz nuk ta zgatin dorën me të fol, me të përshëndet përdore, por të përshëndeten prej lart, por të don dhe të respekton dhe ta don të mirën për në dunjë dhe në ahiret. Po ashtu prej gjunohe dorës llogarit edhe kitabetu ma yahrum an-nutqu bihi, të shkruhet ajo e cila është ndaluar të thuhet me gojë. Për shembull, nëse është ndaluar me ofendu dikonin, është ndaluar me shkrim. Për shembull, sot nëse e ban me mesazh, i shkruan dikujt mesazh dhe ofendon. Pra edhe me dorë që e shkruan ti llogaritet haram. Pra çdo send që është ndaluar të thuhet me gojë, është ndaluar të shkruhet edhe me dorë. Nëse është ndaluar me ofendu dikonin me gojë, është ndaluar me shkruajtur me dorë me ofendu, me ndonjë mesazh. Nëse është ndaluar ta përgojosh dikonin me gojë, është ndaluar të shkruhet ajo edhe me dorë, me ndonjë mesazh apo me diçka tjetër. Dhe për këtë, pra çdo send që është ndaluar të thuhet me gojë, është ndaluar të shkruhet edhe me dorë. Po ashtu do të kemi kujdes me ruaj dorën tonë nga mosdhënia e zakatit nëse kemi obligim zakatin. Apo nëse kemi obligim diçka me dhon dhe nuk e jep, ai llogarit për gjunoheve të dorës. E për këtë pra, Imam Samarkandiu po thot frika në dorë është të mos e zgjatësh dorën drejt haramit, por aty ku fitohet miratimi i Allah subhanahu wa taala. Zgatet dorën tënde
mi pajtu njerëzit, zgatë dorën tonë mi ndihmu nevojtarve, jetimave, xhamijave, fukarave, zgatë dorën tonë ta shpëtojsh dikan nga ndonjë zullum që janë të ju bën, apo ta shpëtojsh dikan nga ndonjë zullum që është e bën. E pejgamberi alayhi salam na ka porositur që të ndihmojmë unsur akhake zaliman aw mazluman, ndihmoj vllahun tan, nëse ai është të bën, nëse është ju bën atij gjuna apo nëse ai bën gjuna. I thanë pejgamberi Allahut, kur atij ju bën gjuna, zullum, e kuptuam mi ndihmu, por kur ai bën zullum, si të ndihmojna? Thotë duhet ta pengojsh nga zullumi. Po ansur akhake zaliman aw mazluman, ndihmoj vllahun tan kur bën ai zullum, ose kur ju bën atij zullum, pra bën ndihmoje ta pengojsh nga zullumi që janë të i bën dikujt padrejtisht. Pra kjo është kështu shkurtimisht frika në dorë. Ti kemi frikë Allah subhanahu wa taala me këtë mirësi që na ka dhënë Allah subhanahu wa taala, e ti përdorim durët tona në punë të lejuara, në punë që kanë shpërblime te Allah subhanahu wa taala, dhe ti ruajmë durët tona nga çdo haram, nga çdo ndalesë që ka ndaluar Allah subhanahu wa taala, se përndryshe ditën e gjykimit do të më dhon llogari për këtë mirësi që na ka dhënë Allah subhanahu wa taala. Elusim Allahun taala që na i përmirëson gjendjen tonë, na bën prej të devotshmëve, prej atij që i kanë frikë Allah subhanahu wa taala, me gjymtyra e me çdo send, me pasuri e me gjithçka ti kemi frikë Allah subhanahu wa taala, sepse frika, devotshmëria ndaj Allahut është prej gradave të larta të besimtarit, dhe shumë pak ka për njerëzve që i kanë frikë Allah subhanahu wa taala. Taqwaja apo frikërespekti ndaj Allahut është të kishe frikë Allah subhanahu wa ta'ala, të punojsh sipas Kuranit, të jesh dakord, razi, ai kënaqur me aq që ka dhënë Allah qoftë pak, dhe të përgatitesh për udhtimin i cili është pakthim, i cili është vdekja. Elusim Allah subhanahu wa ta'ala që të na bën prej të devotshmëve dhe prej atyre që i kanë frikë Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe në fund elusim Allahun kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.